Për këtë arsye ne në jetën tonë do të përballemi për shembull me ateistët. Ata të cilët mohojnë fare ekzistencën e një Zoti, ose deistët, pra s'ka. Dhe këtyre bëhen disa pyetje shumë të thjeshta o vëllezër, pastaj kalohet në detaje. Këta për shembull, kjo kategori ju tregohet se duhet ta fillojmë gjithë meselen me origjinën e materjes. Sepse ateistët janë të prirur ta fillojnë debatin nga shpërthimi e kthej, ndërsa pyetja duhet bërë para shpërthimit. Materia nga erdhi. Pyetja e dytë, pyetja e atomit. Pyetja e tretë është pyetja e qelizës. 3 pyetje. Nuk ka ateist mbi sipërfaqen e tokës që mos gjunjëzohet përballë këtyre 3 pyetjeve. Ekstremi i zgjuarsisë dhe i mençurisë së një ateisti është thotë, po rastësia, rastësisht, ja. Jemi ndodhur përballë faktit që atomi i hekurit është kështu, dhe përballë faktit që atomi i hidrogjenit është kështu, dhe përballë faktit që atomi i oksigjenit është kështu, apo përballë faktit se qeliza është kështu. Rastësia. I themi ateistit, ky që ti thu se është rastësia është Zoti faktikisht. Thjesht ti nuk beson se është Zoti, po për ne ky është Zoti se s'ka rastësi. Është e pamundur. Se nuk flitet për një atom, as nuk flitet për një qelizë. Sa llojra, gjallesash, speciesh, e sendesh, e gjëra që ka kjo botë dhe ky univers. Çdo gjë ka formulën e vet.